Që tash jena gati. Robi plakën kur do mret, robi plakën kur do mret, robi plakën kur do mret. Robi plakën... A, së është mua? Edhe këtë të djele në klan Kosova, e zavensova Anisën. Pse? Se nuk është Anisa. Rajt i tha razdekje, po s'ka lidhje, në koftë të vërtet, në ngushtlime. Ka 3-4 herë rajsha në shkollë. Gjyshja, smut, gjyshja në fitness. Sa në ti që ke bolësh? Në qësë shka. Edhe son të kena mu knoq, do me thonë, kjo sezon ka fillu me do mësafer që knojnë mirë, do me thonë, kena mu shkri krejtë. Gjëna është mës me shfridzu këtë orkestër që e kam veç edhe që t'javë, i kum ndru, po halitën. Pra dhe njerë e falenderoj Martonin Regjepin që është pjesë e Robi Plakët ku dënë vetë bashkë me këta lishkamonat e me. Ne ka zbukuru soundin e bendit, do me thonë keni shumë komplimente tanë kohën së një përcjeli këtë sene. E kam një Instagram fake i këshyri kejtë, që pëtaj me tjo. Lynx është boba i energjisë, sidomos që të ko që janë festat e fund vitit që përna bjen me knu në gjdo natë me ulltu, edhe me gjëru, mës me konë Lynxi zdi që këshim bo. Provojnë një shije fantastike. Santia, du me ta qeli? Po. Jo, da s'pe ta më sheli, për ta qeli. Se të vynë edhe ty pak energji, se son të kena mu knosh. Pro Lynx, faleminderit që jemi neve. E që të lomë se pas në dheza, që shfar ndryshimi tash. Luxor Hoteli është taj vend ku... Si të kaloni kufinin në Prishtinë, pej Prishtinës për në Shkup me shku, dhe me thonë Bllocë, si të kaloni kufinin, sa të futrin në Maqedoni, në anën e djathtë Luxor Hotel. Lojna të ndryshme, pije të ndryshme, dhomat fantastike, dizajnume, kështu që aty nuk fleat. E Automita është ai vend, përveç keret që i ka lloj kere të ndryshme që shiten aty, është dileri i disa llojt makinave, është edhe i Vespës. Ta sho pak ftoft, veç bënu një gotri se me lirim i merrni me çmime të mira për pranverë. Plus, Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, edhe Aprilia Sport. Viziton e mitën. Ma shumë unë e se kësha të pru me sponsora, po t'alo pjesën tonë e ty, ama unë i kam një 3 vica qëtu për juve. Pe pyt djali babën. Bob, ku është India? Shkopet të nonën tonë, se ajo pastron gjithë. Ku me ditë ku e kalon. E i lo qka për shkollë të e pyti qka. Babë India be ku është, tha nona jo të pastron, tha që më vetë mu. Ka. Ama i ka kushtet e mira, ajo është biznismen, garant. S'ka shku në shkollë, po kushtet i ka të mira. Po thot përshëndetje nga Gjermania, kam një vizë.
Mi thonë, unë e kom pasash Amerikanë edhe të Kosovës, s'kena nevoj për viza, mo. Po këta vicave i thonë viza, një vicë, ku me di që shkujnë. Për program tonë, faleminderit shumë, e përshëndesim kushdo që e ka nisë këto, edhe vici shkon kështu. Njoni kish pas lujt lotë shumë, lotaria, diko që lujt kështu, gjdo javë e blen ato. Edhe për thirin për asaj lotaris për thojnë, i ke fitu 2 milion euro. Marë në fond një gratë që sa vjetë të lujt. Sa e më shelë telefonit që të tlak, me njerëzilja. Trap, allo, gruja më ka vdek, a bën veç 2 fjallë? O, kur ta prene me një qifsha. Po s'ka ndreqjet ati. Ama për një dit, ha? E su shku mi marë pare, ti që shku e ka marë grunë. I shkon njoni edhe gruja vetë si shkon për të rahatshme. Edhe në stëp kje kish kontrolu të e thirë për punës. Ku jebe gruja jem? Që valloj të fshi. Fshi, sa të një. Dhe të hajde nesër apet për punës që shtu në stëp 4 thirje në ditë. Dhe i gru që apone valloj që tira me thani zonë, për që ako me po për burja jem që të fshi ta në ditë. E na e fshi sa. Kër një ditë thëtë ati shka. Për thiri djallin, a dhe në telefon, se diçka e dyshimt kjo. Klap në telefon, a bob që a bone, që kur gjë vëlloh, vishë të thira me kështë që a bone, nona që a bone, nona vëlloh dal, e mu fshisën me vetë e dull. Ajo të i fshi më telat. Me një në ndër, e me një në... Ka që ishte personte me viza, Schengenit, e na këthejemi pas pak me musafiren e sontme. Shkojmë pak marketing. E para se me ftu musafiren e sontme, edhe një vizë e harova mja të regu. Që po këthejet njoni për punës ma herët qëtu, adin kësë tripit që është si këthejet buri ma herët për punës. Po sarë po këthejet për punës, grun lakoreq, culak. Se pe gruja e me, adin e ti të dhëtë, qau po kështu, valla për burjem s'po kam qa me vesh. Ajo. Këqysh me s'po ki qa me vesh, pe qetë dëllopin, ajo në krevet, culak. Pe qetë dëllopin. Qere fustoni, kuq, qere këtë kompletin e kati që ta po ta ble, qere kjo këmisha gjerë për të ki mujt me vesh, qa bune këshi, qere dhe këto... Sajnë me stesha. Qa bune këshi, qere dhe këto krem, bot mirë të rinë. Ej, lu, që ka të më shef në dëllap. Edhe një është qështu, edhe me arrush. Po dhe, vjen njoni për punës, nërvëza në e këne, të ongër buk. Thmija, o baba, adhen u kona arrush, asët, adhen, pa leva lejle qfar arrusheve, adhen, gru qëtë ma qatë buk. Tu më si besu thmive, dita 2, dita 3, dita 4, o baba, kona arrush, po bile o këtë se kjo orë pak merët i punës. To, ku braj arrush? Edhe e qelë dëllopin të lak. E alla ile këjshimës me 3 fëmijët, po është zotin që të po çdo ditë po vjen një arrush, na po rreth me mamin në dhomë. Po rreth me mamin në dhomë. E se 5 fëmijëve, po arrush. E qelë, ti thu ku me di që ka me bo, alla ile këjshimës me 3 fëmijët. A me doganjerë që shko kartan? Qështë të si njëjtë, vjena i të shpia. Po. Edhe, ka kazu t'i kërshio, është aty t'i kërshio. Po. Edhe a të së këtu, dëllop që në me. Po. Jepi që neve, shki kopi. Nuk asë. Korrupcion. S'ka ka këtu, kërë e qelë aty a i 200 euro. S'ka ka këtu. Mos të humbim ko. Pa humë për ko. Po, eftojmë musafiren e sontme që këna mu knoq muhabet e muzik. Please, welcome, Mirsa Kërqeli. Hey!
Bravo, Bendi, bravo! Mirë se erdhe Mirsa. Mirë se ju gjeta, mirë Roma. Faleminderit që ke gjetë ku. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shumë mirë po dukesh, si na Shumë po moti. faleminderit. Faleminderit shumë. Po, Kanada, po Kanada. ka gjaftoft votov atja. Shumë. Të i bëke normale, të thonë shumë ftof jo, tha Taftin normal. matë madhë që kom përjetu në Unë me s'kisha sinonin mujt atje. minus 40 në Kanadë. Murrun me kom, me nërësijet lapi ftoftit. Minus 40 bëhet, shumë ftof bëhet. Ju keni qenë edhe dikun keni qenë interesant, na kena qenë njerë me sinonin bashkë atje. Babalokjet e ka organizu një mramje. Po. E se dhja një alo që aty ku keni... Po në Tavë, që aty, po, në Tavë. Vjerjem, Po. e ka organizu e ju keni qenë. Po në atë kohë normal që unë nuk kem konë se jem kom fëmi. Po. E tash është Vjerjem. Tash është djeri, që ashtu është diqa që po thu thmi e konë, të në 2005 të në kishe marë pjesë në Kongë Magjike. E ato e 20 vjetë. S'po të vesë sovjetikive që soj ki që të emën mirë, seriozisht e kam. Që sa, me të kaltu tash sa vjetë. Ama Se kam problem. vjetë e mija po kalojnë. Po E kalon. din Kongën? Po e di. Prime? Po. E pas keme na knu. A dim se? Se na kem qef mi shti një kongë kështu si vjetër ose popullore, këngëtarët e muzikës zbavice. Se njerës të din edhe nuk e din. Menojnë adin që kënan veç në studio, kënan veç në festival, e menojnë që të din kështu që bashkë kena me përvu që atë kongë me band. Edhe mu bashkë më po qefi dhe të po kam Që është të? Falni jo grallë pak se një kam dë punë që të adin. Të që njëna për emrave më eminent në industri, që o bu që munguve ka qga, kalzona tash pak për publikun ku ka met mirësa. Po edhe pse din shumica edhe adhurus të krejt në Kanadë kom jetu për një kohë gjatë, për 10 vite jem kom Kanadë. Edhe i kom 3 fëmijë Santian, ki arin, anën edhe arin, edhe kjo është arsyeja kryesore që kom mungu një pjesë prej skenës, se kom pas shumë qef me kono afër tënve dhe me i rrit vetë. I përshëndesim edhe ata. A janë edhe ata në Kosovë, do me thonë janë këthy, se shko gja problem mi këthy thmit për jashtit. Për kundrazi fëmija mi me shumë kratësi kam pranu me ardhë dhe janë shumë t'lumtur këtu. Kur ka raste që halitën a diçka dhe ju thëmë, kom ju këthy në Kanadë, ju. Ju si këthy në Kanadë, a për pora kun, Kanadë, ju qenë në Kanadë dhe ju e gëzu. Ata zdojnë, kategorik janë për mos më këthy. Kone e fundit kom taku qika të reja djem 3, adin të menune që për lyp një betash në nëntor, ose s'ka, adin, ose muj mars, ose prill, adin nuk ka, na i farfeste, që e njërë. Tho jo mërë që 2-3 vjetin a këtu, dhe më thonë mosha 19 dhe 22-23, kanë gjetë puna, nuk paguin qirase, i kanë banesat e prindve të vetan e këne, edhe ma lirë pju bjenë me nejtë këtu edhe qëto ditë, kënë botë s'ka me dollë, qëto ditë me pi kafe, ditën, mas ditën, me veç të na. Je dinamike si këtu nuk e ki. Qdo natë muzikë, vetë honës dhe i dilën, e kanë hupë qelësin lokalit. Se Se më shelin një. Ku kiti ishtë në Kanadë? Jo, Kanadë, Ne në qëtune Kanadë është del edhe jeta. Adela s'del. Edhe atë shtune po, Adela zel. Nuk është normal atje është jeta kitë ma ndryshe. Mirës, masi që ka qenë kohë gjatë që jenë Kanada, a ke menu me fillu atje një karrierë, a menën që është letë, vështirë? Me të regu drejt jo, Santian, nuk kom mendu. Në qatë periudh që kom jetu në Kanadë, u pata fokusu shumë të fmit, edhe dyqysh edhe pritojsha. Një kohë gjatë kur pauzon, është shumë vështirë edhe me fillu. Visha ndoshta më pushim, e bëjsha një kong, një klip, u kthejsha prap tani larg, edhe pse më ftojshin në për mbrëmje, nuk mu isha me ardhë veç për një mbrëmje. Edhe që kjo u konë edhe njëra ndër arsye që jam kom vendosë më këthy. Ti e ke, po, Faleminderit. Shqyqër bofse. ti e ke përjetu senin e njetë, që kemi përjetu dhe na me Sinonin në Amerikë, do me thonë, mos t'i shkthy, Sinoni është shumë, jo rezik, po i ka ndodhë me Rita Halilit, New York, viteve 80-ta, 90-ta, kur kanë shku. Hadji Maqallara, një këngëtar shumë i njoftën. Do me thonë, kanë metë që atje dhe ti mos si s'kthesh mo këtu, harosh. Dhe punon veç me atje, adin me dashma, me sene, po u këthy këtu s'munësh. Po që po thu thmit janë Fëmijët janë primarë dhe janë... po këtanë. Se kur kusht po qëtin me zarë, nëse do me bo fëmijë, do është mu përkushtu për fëmijë. Edhe Se mu muzika bonon s'ka është mosh. letë, po, Për sportist i shko ndryshe, po për muzikë nuk ka mosh. Çfarë do ku moshe me orë këtu, prape fillon, prape Po, vazhdon. që ashtu, edhe pse kom mendu që jem harru, po kur u ktheva e pash që nuk jem harru. Jo, si të harru. E pash që nuk jem Halo, harru dhe iknuan kong.
Pesho që po, ala po më këndohen këngë, ala po më dojnë, ala po kam shumë, sidomos prej gazetarëve kam përkraje jashtëzakonisht madhe. Edhe na kena pas qef me të ftu, se unë të një ty edhe familjarisht, edhe burin, edhe vjehrën, edhe krejt, kështu që i përshëndesim, edhe son të kemi na kryu një kongë, pe fillojna me një kongë, edhe ma ndi bojmë muhabet, e kemi edhe një loj, nashta të kara me po, se ju jashtë që jeni ma shumë na përcjellin këta të jashtit, se këta këtu. Din se diaspora gjithmonë i merë malli dhe me po, dhe kështu që qa këshim knu diçka me bendin e Robi Plakët ku dënë vetë një kongë, ëndër, një cover, a qka është ajo? Po, është kongë e përpunume. E përpunume, e kujna është kjo kongë? E Agron Berishës, Agron këngëtarit Berishës. tonë të ndjerë. Po, ka pas shumë kongë të mira. Shumë kongë të mira, kjo është një rand prej kongëve që më ka pëlqy gjithmonë edhe andër e kom pas me këndu. Kemi Jam rritu kënduj e këndu sash. këtë kongë. Komu të bu shgondër se kena me përcjell, fort mirë kena me përcjell se është tamam për këtë bend. Kthehemi pro pas pak me Mirësen edhe bendin me kongën Andër. Sonte në natë erët të kujtoj, ti trazoj ndrat e këti qyteti, në qytetin ullë, ambëson, unë të thras në argëtit. Kam dëshirë për të takuar, ambeson, unë të thras në argëtit.
Bravissimo! Shumë kongë e mirë. Qa kone e se interesant jonë? Pe pyetje. Gjithë shka kemi ka pak. Mirë, cili ka qenë momenti ma i vështirë gjatë karrierës sonde? Nuk di, nuk uj me qujtë në moment vështirë, s'pam kujtot për momentin. S'kam diçka që me vequ, diçka s'pam kujtohet. Që është kun kanot, Veç- ma vështirë, s'ka me lonë karierën. Po, që kom lonë karierën, po fakta nuk e mora për gjatë punës, ndoshta gjatë karierës, se ajo ka qenë e vështirë për me ndru komplet një jetesë tjetër, është shumë vështirë për këngëtarët, ti e din, që nuk është lehtë heq, është zorë, shumë, do me thonë prej një jetës shumë dinamike, me ndru komplet jeta, edhe më mbyllë në shpe dhe mi rritë fëmijët, është pak vështirë, edhe mos më konë heq me profesionin tonë, edhe ti me profesionin tonë, e ki vështirë. E jonë prej një jetë në përmramje, në për kështu, për një moment jo mbyllë edhe me rritë fëmijë. Ata di fëmija? Inshallah ma din. Se ta shumë thojnë, pse ma me kelon muzikën, pse nuk e vazhdu me kënu? E, të kisha vazhdu jësëm këshin veç, në shumë këshin vetë, E, ta shpiton punë. Që arsyeja jeni ju pëse s'kom vazhdu? E kërë takojshe me, a ke punu diçka në kanot, kështu në e punë? Jo. Jo. Nuk kom punu, me të regu drejt, graniti nuk kom kalon. Se do isha me punu, po gjithmonë s'ki nevoj edhe, jo, s'kom pas edhe nevoj edhe fëmijët. Edhe në Kanadë nuk është edhe letë me punu, se fëmijën do është në përkopshte, është shumë problem. Qashtu është. Dhe nuk ja vlen. Kështu që po këshi ke sho që ke pas kanadeze aty. Po, pasun edhe. Edhe po, veç po mënejt kanadez, për shumë, qështë kanë prit në fillimet e tuja kërë ke shku atje, kërë ju ke të reguti që je këngëtare, ti ki në YouTube, ki kongen, festival, ke marrë pjesa, dhe në qështë është për ata, në ka orë një artiste, një këngëtare, dhe e vlerësojnë, për du me thonë. Po, e vlerësojnë shumë edhe, pak edhe egzagerojnë edhe, wow! Normal. Kur e kuptojnë që je famshme, o për rime një famous edhe e marin shumë. Really? Po, te për e marin Para, edhe. boxha. Edhe ishin me njerë me këqyr klipet edhe, ju interesoj ke pse je këtu, për çfarë arsye je në Kanadë tu jetu. Edhe unë vetën jam të vetë, të i thonë. Edhe unë, pse jam këtu? Edhe u thosha nuk e di pse jam. Nese, ja ka vlejt, nuk jam pishman, pse ja ka vlejt. Qysh jo, veni bukur, veni pasën, veni mirë, i sigurt, 10 vjetë mi jetu që atje fmit më të... Nuk jam person që adaptona dikon jashtë vendit, 10 vjetë edhe nuk jam adaptu. Lumë aj që mundet mu adaptu dhe që i pëlqen jeta jashtë. Na nuk jemi. Po dhe po, qërë kur tritesh me një qytet si Prishtina, si Gjilani që janë qytetet që ki pas shëshnije kom plus një kom dikushi, po apina e katunit me shku jashtë nuk e ki problemi. Dhe me thonë 50 vjetë s'kthejet. Gjithmonë e kom thonë që to, edhe unë. Ashtë s'kisha mujta asë më. Po dhe që sa jenë në Sydney ose në Melbourne të Australisë 30 saat largë, valojnë që 42 vjetë. Qysh? Që 42 vjetë jenë qëta, e kone erë ati? Jo. E pikoj ti, pike që kulle. Po qa me një pati, hajtë? Tash gjuhën kratë këqekullë. Po këtë, e kone erë këtë që kulle. E emrin e kesh, e kolli kesh, kështu këmi. E ka pos një plak një prompt kesh, pikoj ti e pike që kulle. Një mori kom shëshni plot që në pike që kulle dhe një edhe ngustis është emni pak që është interesant e mëron me një pari. Po pina i fshotit me shku jashtë, se ki problem. Mirës, a ki konsideru në herë vetë me marë pjesë në festivalin e kongës për me prezentu Shqipnin në Eurovision? Jo, me të regu drejt asë. Se di, asë mendi asë më pas ka shku asë njëherë. Apo të shkojnë tash? Tash, kom e pas si opcion, edhe pse une nifna që kom marrë pjesë në Këngën Magjike, dhe me thonë festival, para se me qenë Këngën Magjike, une jem konë edhe në ethet e së premtës. Ethet e së premtës. Ethet e treta, une jem konë, dhe me thonë 15 vjetë i kom pasë. Që aty edhe Elvona Gjata ka dojnë për ethet e së premtës. Elvana është një vit para meje. Do me thonë ka marrë pjesë një vit para meje. Kogja ka qenë në qatë kohë dhe ka ndonë shumë artista për aty të shumë të mirë. S'kukna edhe e vogël e re, jo. Shumë mërë qëfar? Dhe është 2005 një ka morë pjesë Këngë Magjika, po? 20 vjetë. Që 20 vjetë, do me thonë. 21 vjetë bërën që tash. Mujnë tjetër bërën. Me kongën djaloshe. Mirë, sa kina i artist preferun që tash momentalisht? Ka shumë. Kam shumë artista, më pëlqenë, sidomos këto treja tash si cila ma talentume se tjetra, ka shumë talentume. Po s'po di, zakonisht kejtë mira, si cila në zhandrin e vetë, kënon perfekt.
E popullurat ka rome kënu ka not dikun. Po. Më ka ra me knu kur kom shku në për neja. Në për neja festa flamurit Festave, ato s'qa që të bon aty. Qa të bon aty. Ku nuk ka tjetër ma shumë. Festa e flamurit, pavarësisë Kosovës, qëto Qa të janë. dyjat. Po, më ka ra me knu. Ka ra me knu me Afrimin, ka ra me knu me Mirandën. Tjetër s'po di. Kush në konë to? Te Uta Selimi më su konë as di kush në Jo, konë të dikush uta në nuk këne po. Në shpesh. ta vinë Ma qashtu. po ma pak. Se në Toronto po. Po. Shkojnë ma shumë këngëtarë. Se që e Mississauga, Toronto, aty që është një pjesë, këtë full me shqiptarë atin, edhe mushën ma shumë. Me Sinanin pas na knu. Edhe me Sinanin pas na knu tash më kujtohet. Qashtu të kur të vjen aty dikush edhe është bendi, ma ne mu të shumë me kënu. Se për ndryshe, kur dilësha me knu, qësh mu doke. E di. Se një kod gjatë pa knu edhe unë në përshpitën kohën knoj edhe e kam mikrofonin, karaoke me fmije, se dhe fmit i kam shumë për muzik talentum. Nuk është letë, nuk është letë plus kur se ki një orkestrë, ose nuk është adin dikush adin që mund me përcet për shama që sonte na kena me përvu qatë kongën që ta përmena ma herët vjetë e mija, po kalojnë tujat e të mijat e të kretve, qa shpejt kanë shku se dhe mos shto mas luftës. Do këtë ishin konë ka 6 muj u konë viti. A e provojmë? Po, Hala jam i më parshmi. Ti bëne e më parshmja. E më parshmja, po. Edhe pse më konë kano dhe i ku bo 30.000. Po këthejna unë e tash. Hajde e provojna me bendin, këtë kongë e kena buna disa erë dhe është kongë shumë e mirë. Tash e keme edhe artonin këtu, kena me shkri krejt. Kthehemi me kongën nga Mirsa edhe bendi vjetë e mija po kalojnë. Ama s'mërzit e mas pak, edhe s'bo më mërzit. Luks është kush jetën shumë, që thojnë, valla ishe plok. Pleshnija o mërë është, se një mirë që e ke mri. Po, normal që ki jetu. Robi plakët kur dën vetë. Po, me e vërtet, ama unë sot jem nesër se më është antion. Jo, për So kanë shkujt nga keshtin gjëna. Po, është e vërtet. Pse pe thu këtë fjallë? E kum thonë, Shpesh pe thot këtë fjallë për më duket. jo, veç njere kum thonë hera po në emision se gjithë mona, adin po. Jo, Nora kur ka qenë musafire, Pikrish për që ata po të Edhe se kom aty- po dhe e ke thonë këtë fjallë. po, se kur ja dhash unazën dhe rëdin, qika kur di më të dhe, si ti jetë jetës. Sholla jeme dhe shnash e mirë, Santion. A pe knove një kongë. Po, me njerë. Hala jam e më parshmja. Dhe hala jetë në Gjakov. Jo. Jo, në Prishtinë. Kthehemi pas pak. Hala jam e më parshmja dhe hala unë këndoj gjithmon shokët e mi do t'i disponoj.
Bravo, bravo, bravo. Hala jam I më parshmi. Edhe një bend I mrekullueshëm që e për një vetën shumë mirë. Definitivisht këti lavdojnë. Fort keq që ju kry kontrata, I ku morë do Bulgari ku morë. Që aty me ja boni klonin 20 vjetë kontratën, së në disha t'i kthej këta. Mas 20 vjetë, hajtë dikush për këtë me mundët më këthy, po do. Unë e bashkë me ta si jem këtu. Mirës pas ka morë molli me këtu. Valla po, Robert, shumë. Bashkë më ka marrë molli. Për shemë, Aladin, me thonë që tash, mirës, cëlla kongë po të bjenë menë që tash, Aladin, masi ku ka një bendë, Aladin, me të qu, dikun me kënu, cëllën e këshe kënu. Hajtë për këshyrin e një, nështë të kujtojnë. Dishka për repertorit, hajtë? Hajtë, diçka Ka zeja tonalitetin. A bën dhe, një lutë nga. Ç'ke moj fiti që po qanë Rava kama në dyqan gjisi pjaqisi Rave fiti, o rave fiti në vetoj dyt Aman, aman, rave fiti, o rave fiti në vetoj dyt Lesa në qatë pak lesa, di që më starej mani. Si kina të në pikanotë, të dhe. E u bre mirës. Faleminderit dhe ty për vallëzimin. Gjakovare, që më I fiti. Me lek. Që ke më I gjaki, që më... Bravo, Bendi, bravo Mirësa. Mirës, qa ko tash plan Mirësa me bo në Kosovë, kong, album, projekte, nëj duet. Qka presin konsat? Unë do me thonë dy kong tash I kom lansu, po janë covera të dyat, ndër, edhe Jakub Ferin për fest 28 nëntorit. Tash jam të punu për kong të reja, Robert. Kam disa kong që po du me realizu. Po jam si që shkojnë ma, jam edhe në bisedime derisa s'pedi, as vetë s'pedi qka po du, qëfar kong po du, s'pak fështirë. Se po kthehesh edhe dush mu kthy, ja fuqishëm ja mos u ktheheq. Unë të kisha propozu se tash edhe u boni një konkurencë madhe dhe ka dalë plot shika të reja me një zhondër tjetra në kënë, të kisha propozu ma shqip, ma folk, ma si pe kënën popullorën. Edhe ka pun, edhe e kënën pa kur farë problemi, kështu që se mos me menu pak edhe si folk. Po, jam të menu edhe po du. Po du tash me fillu edhe ndasma, pse jo kur pesho që po muj. Normal. Pesho që po muj me kru popullore edhe kam plan, kismet me fillu dhe ndarsma. Super. Santion, edhe ti I ki do kongë do projekti, I ki që të po. Mirë, s'tash e kena një rubrik. Ajo është e jemja, janë do pytje me spec. Vesh ti lojë dhëmë të në disa Lojë të dhëmë. Ti nështu sponsora I kësha bu ma për para. Ha? Se s'ko kuftim. Qështë thute? Da është se, ati pëse, pilojnë a dhëmë para se me unë specin. Pasta dhëmë Vebron, produkti më viral I higjienës orale në treg. Pasta është e prodhuar nga Dr. Petrit Ademi dhe Sofi Ti, është e prodhuar 100% në Zvicër, vjen në dy variante, Protect and Repair dhe Extra Whitening. Pastën mundeni me gjetë në dyqane kozmetike, barnatore, qendra tregtare, si dhe në website, bronsmile.ch. Taksi Roberti, nëse s'dani me prit në për kolona, mundeni me thirë non edhe kryet muhabet, jo mu bo nervosione. Po ashtu, Taksi Roberti e ka dhe rën taka Robertin, që nuk është I Robertit, taksi, kuptuar. E përzish, dhe po dhe se une, mas që është pjese jona edhe e sponsorit në emision, edhe po mënën që jemi, për shkak që e kom emri në ashtë afrim, atin.
po ashtu janë me çmime shumë të mira. Kontaktoni numrin 045 616 dhe 049 518 518. Ju kisha sugjeru mës me bo trafik në qëtë farë kohë që po ka shumë trafik, vallojnë edhe ma lirë edhe nolë është ku dush. A ki po, ku dush, nolë që aty vjen, të merë. Se me morë bu nervoz. 6 vllazni dolin me blenë një asi veget. Me kombi a i malli, bosi me kombi. Që është të recone se atë një kere të reja i keni, mës po shkyjet, e vjen njëra veget. 6 veta nolin të marketi. Edhe një e kemë. Edhe kemi reklamimin në aeroport. Kret bizneset e Kosovës, po ashtu edhe ato të diasporës, mundeni me reklamu në aeroportin e Prishtinës në numrin 049 165 444. I ngjofshëm. I ngjofshëm që ke numër. Okej, e tash? Qtash? Qtash monu mirë. Tash i kom do pyetje. Hapës gjithë një numër për nishit deri në 10. Së të të zdam. Interesant, qishëm shkër 7, s'dua Për një me 5, hajt. 5, po se me 5. Hajt ta kësyrëm qëfar pytje. Cili është personi i fundit që e ki lyp në Instagram? E se s'janë qatë shtire. Personi i fundit që kom lyp në Instagram. Po ty të lyp shase. O në vyshe që të qysh ma që lokacionin. Santiona, po dhe se përmes Santion Instagramit. po, se përmes Instagramit kena kontaktu. Ti ko ke Santi? Une. Pa ki Instagram, ha? Morën të më torë. Se janë morri, me Instagram. Pja, bëj edhe një 2-3 pytja, ajde. Hajde. A përgjishna, as përgjishna, E shtash nuk vas për numra heq, po une për t'i bëj vetë. A ti cilat po ki qef, Ishtë porë në konë me nëci. Ku për të të cilën pytje kam unë Jo, vishë pëllon e porë, konë me nëci me Ashtë më si ledzove. Jo, unë e pas juzas shë. Hajde. Kur zënë me folë me dikën, cili është justifikimi që e përdor? Jam tip që shumë vrena, kur s'du me folë me dikon. Jam tip që dallona, nuk di as me justifiku, nuk di as me boqe. Ashtë i qare, këtë i din. Mami. Edhe atë që ta sas nuk e vesin ishë, ata as nuk folin me Që ma shojnë qerën. Lese ka bon nërvëz, se e doktori. Se e din. Cila është pytja që urren edhe që nuk i qef mu përgjigj? Ta shunen që të rast, kësha thonë që kja që ma mune. S'po di, s'kom naj pytje, edhe pse për një me përgjigj da në krejt pytjet. S'kom di qka. S'do më vetë, sa vjet i kam. Jo, se kam atë problemën e. Ka dikush po që s'kanë qefa Dikush po. për moshën, shumë stupid është e. Unë nuk e kam problem për moshën. Se dhja kam naj pytje diçka. Asu Une- s'qenë që me përgjigj. Jo, seriosisht unë e përgjigjna. Qka do që e më pysin përgjigjna. Më pëlqej se më pëlqej pytja, unë e kam u përgjigj. Mirë, qëta është e, qështu s'kam pytje mu, po mirë sa adin që une ja du një kongë fort. Edhe, masi veç është këto, ka me maknu. Cëlla është e? Jep një mikrofon e me shmak. E që pa muzikë, s'ka nevoj. Për një ma? Po mëre. Qëbre, Cilla është e, hajde të këshyrin. Unë e dhe bre me lyrical sonin, do me thonë hiti. E dy. Veç pak. Hajde. Për i natin tim, me tjetërën ti po shkon, e shumë i që aktron, kur dorën jashtë rëngon, mlefi ta prish mendjen, e i natë ke në gjak, nëse ty stanin, mua aq më pak, yeah. Punë e madhe që s'jemi një, punë e madhe që s'jemi më bashk, punë e madhe që ne undam, hej, do gjej një tjetër, punë e madhe që më s'të kam, punë e madhe që s'të kam më pran, punë e madhe shumë për mu, se do gjej një tjetër. Lutem. Pak surprize nga Santiona. Kuq ma ktheve një kohë, kjo të shumë se një mirë o konë. Eo. U knaqë që muzikë, u knaqë që muhabet, po ako ma knaqësi se me hongër pullat hefset.
kthehemi pas pak me rubrikën e Hepsit ku kemi me aktru pak, kena me fol me telefon me dikon, ta këshyrim kush për na thirr ose kon kena me thirr. Kthehemi pas pak. Hepsi ma i forti. A e një konë me i provu 200 matreja që i ka bu Hepsi, unë e kesh me Renen, me vajzën, edhe i kemi provu, se dina shta e keni po edhe në Instagram e kom postu, jena shkritu hongër. Do me thonë, me që të farë djathin qerër të shkrim, edhe ato specat e djekës, ato jalapina, halapeno, atë shqithojnë, po, halapeno, edhe dajapeno. Dhe qili chicken cheddar me copat butat pulës edhe cheddar kremoz që e bën shien super speciale. Mos e leni pa e vizitu Hepsin, #1 për pula. E na vazhdojmë me lojën tonë, rubrikën e Hepsit. Për ty. Direkt me mua, hajde vre të këshyrin kush ka me thirë. Qa po ndodh? Mune është me hongër ka pak? Mirë. Sa kesh ty pyta mu Po, me hongër. po, Jo, la me hongër, me hongër. A i hojna. Do të vjen keq, atin se edhe tu vole të hongër, ka njerë... Stërpika, me po me stërpik, me qetër, qitë, në qik, kopër në qerpek. Shkojmë. Robert, e ki një super musafir që e ki planifiku që një kod gotë. Hajde, hojri e doft. Kjo orë në studio edhe për një moment po thirë musafiri 10 minuta para se me janis gjirimin. Edhe po thot që s'munët më orë se ka arru që e ka një emision me një televizor tjetër sot. Që po më thirë 10 minuta para gjirimi. Po, para gjirimi. Na, kretë këto, tu e prit. A, në televizor tjetër. Televizor tjetër. Po, a? Që të thirë, atë. Ado, hajde losht ka me, ketë gati e na. Qysh? Televizion. A po? O ta ongë shaz zemrën, o jem njeri drejt pa shaz zotin, se që shumë vike keq me thirë me ta anullu, se edhe unë i këmë thonë dikuj tjetër, kësot pa shaz zotin. Jo, shkollirisht më rete, dhe ashtu i pas ke dhonë fjallë, po. Heq më stanin, a e mazit i trije, lojmë kismet. Heq më stanin. Po ka bën me njëre, qysh ke ka bu dhe të edhe une? Më stanin kësh është më safir. Hajde dhe qëtë na i kongë dhe bën pak ma shumë emën se këtu dhëtë me pozë. Valla një farë turbe, ju po bagaj për marë këtë emision. Asi bagajra kur t'jem pi kanotës dhe pi Amerikës që i mushin me gjithë shka. Notën e mirë. Ti më mirë. 10 minuta. Po te, 10 minuta për pona, se pas në arru që i këmë dhonë fjallë dikuj tjetër. Unë e këmë arru kretë që të këmë ty. Hajde Santionës t'ja bojmë. Qa ko për Santionën që të mirës? A ke arru me lezun shep mirë. Jo, në që farti. Kanadesë që. Thirin telefon Big Brother. Edhe po ta japin mundësin me hi edhe një herë, ama me një kusht. Që me i qitë 3 banor, që ti me mujt me hi. Qysh ishe përgjigjë? Mi qitë 3 banor Po me me qitë 3 banor për aty për me hite. Ha? Ama shtë një. Ja ka zënja 2 lope. Perfekcion, Roni. Alo? Po, Santi. O, dini që shje. Aja din. A peta? Që, unë e hi pa problem të jedin. Po, që shmi qitu në pa hi? Shtinëm shpet, kalzoj jo 3. Ke shpine që asë vjetë jashtë. Bëllë vjetë ja kumë qa kujtë vetë se vjetë. Ishtimi qitë barku e lemi qitë shëpja ty të kejtë. Po, vetë shtinëm rana dhe shë. Thash, jo 3. Ke shpine ta qesë. Ja ta shi këmë su këto rana të këto që pibojnë. To zamë. Hajde, qau. Me këtë Big Brother vjetë për vjetë, vlo. Stekët. Po shkojnë edhe një herë me qitë kejtë jashtë. Valla po, mire ki. Po se vjetë nuk e, një vjetë e ke bo pauz. Ta shapta ma, qdo 2 vjetë. Se këcak. Qdo 2 vjetë. Më i mirës, më i mirës. mirësa. Hajde të këshyrin kush të thirë mirësën. Oshtë organizu një emision festiv. Krejt kolekt e tu jo në aty, amo ty kanë harru dyqysh me thirë. Edhe po të vjen një telefonat, organizatori. Kjo e pas ka ato
atë musafirin diçka. Ma 10 minuta ma po. Po thot, hajde nëse dënë. Se atë pak i në zonën e andik ne ketë mu kapshtil dhe kum haru që e këtu i valojnë në pëmëna e lonë që një kano, dhe në që thore. Që, le edhe një dy anet bënzilja. Alo? Po? Po, në jam. Po? Po, mirë. Qysh, tash pju bjen men më thira. Tash i një kujtu do më thona. Pak si vonë po më do këtë që më keni thirë. Krejt këngëtarët i pas niftu që tash mua. Po më vjen keq, po vonë ju ka dollë gjumi diqysh s'muj. S'kisha mujt me orë se duhet pak edhe. Unë me 3 fëmi, po më thirë minutë fundit hajde. Jo. Po më vjen keq, po duhet më thirë në kohë, si kur krejt tjerës që keni thirë në kohë. Jo, nëse dona, po. Po, të njërime të Ajo, po vjen keq. Edhe njërime jem po më vjen shumë keq, është falemderit për tjera herë, kujtonu me kohë. Falemderit. Bravo, Misa. Faleminderes që ke pranu më orë, që ke gjetë kohë, prifte mbara me këtë projektet, të rujtë zoti familjen, edhe i përshëndesim të gjithë ata që janë në Ottavë atje. Po, edhe unë i përshëndes shumë. Edhe gjithë të afërmit e mi që janë në Ottavë dhe që kom kalu 10 vjetë bashkë me ta, i përshëndes shumë. Kretë diasporën, se na diasporën e dojna shumë, edhe hajde ne hargjet një pore këtu, se po na vynë. Ju duam shumë, Robi plakët ku dërvet, natën e mirë, Santi, Mirsa, Bye! Klan Kosova, we love you, ciao.